Ibrahim a.s. Dhe dje folëm pak për cilësitë e mira të këtij njeriu të madh, folëm për pozitën e madhe që kishte tek Allahu i lartësuar, dhe folëm edhe pak për mënyrën se si ai do t'i thirriste njerëzit. Dhe këtë thirrje ai në fillim në fe, këtë thirrje Ibrahimi a.s. në Islam në fillim. Me keni si thirrje. Ja. E nisi me? Po, me babain e tij. Pasi si tham dhe dje që ne njerëzit më të shtrenjtë kemi prindrit tanë. Dhe nisi me babain e tij duke i folur me mirësi dhe me fjalë të bukura, duke i thënë o babushi im. Marrë mend çfarë i tha? Pse adhuron diçka që nuk të sjell as dëm dhe as dobi? Apo jo? I profeti Ibrahim po i thoshte të jatit vet, o babushi im, pse adhuron diçka që nuk të sjell as dëm dhe as dobi? Pra nuk donte ta shikonte babain e vet në humbje, por njëkohësisht ja thoshte edhe me fjalët më të mira. Dhe vazhdonte duke i thënë që kam frikë se mos ndoshta të vjen ndonjë dënim nga Allahu për këtë vepër që po bën. Pra friksohej për të. Dhe ne kur shikojmë që një njeri i dashur joni bën një vepër jo të mirë ose një gabim, e këshillojmë atë, por me butësi. Dhe vazhdonte të i thoshte që mos e adhuro shejtanin, se ai është gjithmonë jo i bindur ndaj Allahut të lartësuar. Mirë po, megjithëse Ibrahimi a.s. ju drejtua të jatit me fjalët më të mira, ai nuk e pranonte thirrjen e të birit, nuk e pranonte besimin e djalit të tij. Dhe i thot, a ti o Ibrahim po i braktis zotat e mi? Nëse vazhdon kështu, i thot, unë do të gurzoj, pra do të vras, dhe largon nga shtëpia. Se do i pyes. Dhe largon nga shtëpia. Pra, çfarë bëri babai Ibrahimit? A ju bind apo jo? A besoj apo jo? Jo, nuk e besoj. Dhe siç e tham dhe dje, profeti Ibrahim a.s. vazhdoi që t'ju thirriste edhe njerëzit, përmendëm edhe pak pjesën që ju thjeu ato idhujt, statujat që ata besonin dhe adhuronin. Dhe kur mbreti i vendit, Nemrudi u njoftua mbi çështjen, ju thotë që jepini atij thot një dënim i cili të bëhet shembull, që askush më vonë të mos guxojë jo më t'i preki zotat tanë, por as t'ju afrohet atyre. Ndihmojeni, i thot zotat tuaj. Pra mendojnë do ndihmojeni zotat tuaj. Dhe vendosën që Ibrahimin a.s. ta dënonin rëndshëm dhe ta digjnin në një zjarr të ndezur fort, një zjarr të madh. Dhe u bë një zjarr aq i madh sa që nuk mund t'i afroheshe, dhe vendosën që ta hidhnin me katapult drejt atij zjarri. Dhe kur ishte gati duke u hedhur ky profet i madh në zjarr, Xhibrili, engjulli i madh, Xhibrili a.s. i kërkon leje Allahut të lartësuar që të shkojë ta ndihmojë mikun e tij, sepse engjëjt i duan njerëzit e mirë. Dhe aq më tepër Xhibrili është mik i profetëve, i gjithë profetëve. Dhe shkon, i thot, a ke nevojë për ndihmë Ibrahim? Se në pozitë të vështirë. I thot, nevojë për ndihmë kam, por jo për ty. Kam nevojë për ndihmën e Allahut. Nevojë për kë kishte Ibrahimi a.s. Për Allahun e lartësuar. Nivelin e besimit e kishte aq të madh sa që nuk llogariste mbështetje tjetër, veçse tek Allahu i lartësuar. Dhe kur po i hidhin në zjarr, thot fjalën e madhe, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu, thot, dhe ai është mbështetësi më i madh, është mbështetësi më i mirë. Dhe Allahu i lartësuar na njofton në Kur'an ku thot, dhe i tham zjarrit, ya nar kunu bardan wa salama ala Ibrahim. O zjarr, bëhu i ftohtë, por edhe i paqët për Ibrahimin. Pra që as të kishte ftohtë, por të ishte i qetë. Dhe njerëzit po shikonin me habitje si ka mundësi zjarri, nuk e dishte këtë njeri, sa që vetë babai i tij thot, sa Zoti i mirë, Zoti yt o Ibrahim. Dhe vazhdoi situata dhe mbreti u detyruai ta thriste profetin Ibrahim a.s. përpara audiencës së vet dhe të bënin një bisedë. Dhe i thot, më trego pak për këtë Zotin tënd. Pasi Zoti jam unë, i thot. Ai kishte krijuar bindjen që ai ishte Zoti i njerëzve. Ibrahimi i thot, Zoti im është ai që jep jetë dhe jep vdekje. I thot mbreti që këtë e bëj dhe unë. Dhe merr dy të burgosur, njërin e lë të lirë, tjetrin e vret. I thot ja, njëri i dash jetë, njëri i dash vdekje. Po a është ky koncepti? Normal që jo. I thot, Zoti im, i thot profeti, është ai që e lind diellin çdo ditë në një kohë eksakte, në një kohë precize nga lindja dhe e perëndon në perëndim. Bëj atij të kundërtën, i thot, me qenë se ti je Zot. Dhe mbeti. Dhe u detyrua që thjesht i thoshte largo nga vendi im, ta dëbonte nga vendi.
që të mos kishte më ndikim fjala e madhe e këtij profetit të madh. Pra çfarë bëri mbreti me Ibrahimin? Kush më thot? Po, ndërsa profetin thjesht e dëboi se nuk kishte më argument. Sa argumenti i Allahut ishte i pakundërshtueshëm. Dhe kështu u largua Ibrahimi alayhis salam së bashku me bashkëshorten e tij Sara drejt vendeve të tjera që të thrisnin. Ishte bashkëshortja e profetit Ibrahim. Dhe u larguan drejt vendeve të tjera që të vazhdonin thirrjen e tyre në rrugt të Allahut. Dhe nesër në pjesën e tretë të fundit do të trajtojmë dhe vazhdimin se si shkoi thirrja e tyre. Do të prekim dhe pak pjesën e aventurave që patën aty. Dhe besoj do të jetë diçka e bukur. Tani, kush më thot pak si ishte gjendja e Ibrahimit, çfarë mendonte Ibrahimi kur do ta hedhin në zjarr? Nga kush do të ndihmë? Nga kush do të ndihmë Ibrahimi? Vetëm nga Allahu, po. Vetëm nga Allahu, se ndihma e vërtet është vetëm prej Allahut. Dhe kjo na mëson që ndihmën ta kërkojmë vetëm prej Zotit të gjithësisë në çdo situatë. Mbështetjen maksimale ta kemi tek Allahu dhe ai asnjëherë nuk mund të na lë balt. Ju çfarë mësoni nga gjithë kjo? Pra mësuam se duhet ta adhurojmë Allahun, duhet i bindemi atij, apo jo? Po. Dhe duhet ta ruajmë besimin ton dhe të përpiqemi gjithmonë në rrugën e këtyre profetëve, e këtyre njerëzve të mirë. Lutë Allahun që të na bëjë prej atyre të cilët e pasojnë ndëjësisht rrugën e profetëve. Allahu ju shpërblet.